Shqipëria po zgjidhet gjithnjë më shumë nga të huajt, jo vetëm si destinacion turistik, por edhe si vend për të jetuar dhe punuar. Një prej tyre është edhe Isra Todisua nga Madagaskari, e cila ka vendosur të ndërtojë jetën e saj në jug të vendit. E reja tregon se gjithçka nisi pas një vizite në Shqipëri. E mahnitur nga natyra dhe mikpritja, ajo vendosi të rikthehej këtë herë për të punuar, që nga ajo kohë Isra shprehet se nuk e mendon më largimin nga Shqipëria. Gjithçka nisi pas një vizite në Shqipëri. Më pëlqeu shumë vendi, natyra dhe njerëzit, ndaj vendosa të rikthehem për të jetuar dhe punuar këtu. Kam zgjedhur të jetoj dhe punoj në jug të Shqipërisë. Jam e kënaqur shumë dhe nuk mendoj të largohem. Përvoja e saj pozitive e ka shtyrë të ftojë edhe familjarët për të parë nga afër vendin ku jeton. Prej disa ditësh në Shqipëri ndodhet edhe motra e saj Dilara, e cila po eksploron jugun dhe po njihet me jetën që Isra ka ndërtuar këtu. Kësaj here kam ftuar edhe motrën time që ta shohë Shqipërinë. Dua t'i tregoj vendin ku jetoj dhe eksperiencën time këtu. Jam këtu prej 5 ditësh dhe po më pëlqen shumë Shqipëria, sidomos jugu dhe natyra. Çdo gjë duket perfekte. E impresionuar nga natyra dhe mundësitë që ofron vendi, edhe Dilara po e konsideron seriozisht mundësinë për të zhvendosur në Shqipëri. Po e mendoj seriozisht mundësinë për të jetuar këtu pranë motrës sime. Ndoshta punojmë edhe në të njëjtin vend. Historia e dy të rejave nga Madagaskari është një tjetër dëshmi se Shqipëria po të rrejë gjithnjë më shumë të huaj, jo vetëm për pushime, por edhe për një jetë të re.